Atëre... Anila nga Durrësi, me një biletë telebingëll kam fitur Anila nga lojën Durrësi. 100 sekonda në sfar. Fitoj që adem 2000 lekë kam harxuar, nuk kam harxuar më shumë. Faleminderit televizorit. Kështu që edhe gjyshi i trembesave tani shikon se si ka vrapuar zonja Anila, e cila fillimisht shohim që ka marrë Gjyshe me 2 nipa. Edhe ti gjyshe me 2 nipa? Një e ka marrë me vete. Qa thumë? Nuk e di, po me gjithë gjyshet e reja që po vinë, do me thënë. E kam 8 vjeç të madhin. Aronin e nona e të shumë me ka qunin e vetë të shpisë. Sa vjetë, Rimbërin është drita diellit të shpisë. E ke marrë me vete? Po, Rimbërin, po. Okej. Bukur, po pas ke marrë gjithë ato, më? Ato që më nevojitesh. Ato që të duheshi. Unë e marrë qepse, morë një emë. Sa mirë. E kështë shkuar më përpara, i pe do me thënë qëfar të duaj? Vajte direkt aty për e shpa? Faleminderit Olës, ishe shumë shpjeguese mirë. Olën e kemi gocë të mirë. Së mrekullueshme. Marshallah, detergjente. Duhen këto të shkretat. Ato janë, anvisat e shpis. Anvisat e shpis, ato duhen. Elektro shtëpiake, detergjentët, se ushqimet shkojnë e vinë. Po, ndërsa këto janë të rëndësishme. Shiko, po marshallah, mirë si gjyshe me vrapin, Më qenë sportistë unë. Ke qenë sportistë. E kampione noti unë. Qarë thua? Po duke, qiko si e si flutur akoma. Atere, të shojnë. I kisha umë shpresat e ditë. Pse i kisha umë? Kisha që për vitrisë blesha mobileta. Qa thua? Ja. Pse? Unë bashkëtemi një italian dhe ai më bë sebe. Merë një bilet. Aha. Kisha i parandin që do merte, do pite rroga telebi nga jo stari. Okej, po nuk është keqë, dhe stari. Absolutisht, është më mirë se ajo. Sa pa gjë, shi pas ke shkuar gati 1.000 euro. Ja, 950. Po, 95.357 lek, gati 1.000 euro janë, sepse leku shumë 1.400 me gjithë lekët. E me gjithë lekët, po, 1.400, për se more dhe ca lek. Okej. Bukur, këtë përshëndesësh tani? 2 fëmijët e mi, Sinarbën edhe Angjelën, nusën e